për energji në Gjykatën Supreme, duke ndikuar drejt për drejt në funksionimin dhe transparencën e tregut energjisë elektrike në vend. Me gjykimin e kësaj date, pra 5 nëntor të Gjykata Supreme e Kosovës, ka miratuar kërkesë padine OEK-ut dhe ka konstatuar si të paligjshëm disa dispozita kyçe të akteve nënligjore të nxjerra nga zyra e rregullatorit për energji, transmeton kështu Klan Kosova.tv. Gjykata Supreme ka vendosur të shfuqizojë nenin 8 të udhëzuesit për liberalizimin e tregut energjisë elektrike të datës 18 janar 2017, si dhe nenin 2 të udhëzuesit për të ndryshuar dhe plotësuar në data 13 qershor 2018 dhe 30 tetor 2018. Ky vendim përfaqëson një hap thelbësor drejt vendosjes së një kuadri ligjor dhe rregullator më transparent, të drejtë dhe të harmonizuar me interesin e konsumatorëve jo familjar. Ai njëkohësisht adreson shqetësimet e ngritura nga OEK lidhur me faturimin e muajit qershor 2025 dhe kontratat individuale pas datës 1 qershor 2025, thuhet në njoftimin e Odës Ekonomike të Kosovës. Kjo e fundit mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj mbrojtjes së interesave të biznesit kosovar. Oda Ekonomike e Kosovës do të vazhdojë të monitorojë zbatimin e këtij vendimi të Gjykatës Supreme dhe të angazhohet në procesin e artimit rregullorëve të reja që sigurojnë konkurrencë të ndershme dhe funksionim të rregullt të tregut të energjisë në përputhje me ligjin. Kjo pra ishte e tëra me këtë informacion edhe shkëputemi nga emisioni Kosova Today. Mos harroni, sikuroni, shtu sot uleni para televizionit, i merrni të gjitha ato elementet shoqëruese me veti dhe fillon finalja Big Brother. Do të jemi së bashku për më shumë se 3 muaj e 20 personazhet kryesore të Big Brother do të shohim sot. Do të jetë një super